Në rrugën nga ura e vjetër e Bunës deri në Shirok po zbatohet projekti për rikonstruksionin e trotuareve për këmbësorët dhe korsitë e biçikletave. Po ashtu në kuadër të këtij investimi realizohet edhe rikualifikimi i brigjeve të liçenit të Shkodrës, mjediseve të plazhit dhe vend parkimeve. Ky është një projekt i Bashkisë Shkodër dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit bazuar në marrëveshjen me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Pavarësisht se punimet kanë nisur vetëm pak ditë më parë, ecuria e tyre vlerësohet pozitivisht nga specialistët e mbikëqyrjes së zbatimit të këtij projekti. Janë marrë masa që të punohet në mënyrë ritmike çdo ditë sipas grafikut, me qëllim që projekti të përfundojë në kohën e caktuar, siç parashikohet në kontratë. Rikonstruksioni i trotuareve, rikualifikimi i brigjeve të liçenit e hapësirave të plazhit, si dhe vend parkimet sipas kontratës, duhet të përfundojnë brenda 305 ditëve, duke përfshirë segmentin nga ura e vjetër e Bunës deri në pikën turistike të Shirokës. Nga kjo pikë vazhdon projekti tjetër për ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj-Skje të Krajës, ku traseja ka mbërritur deri në hyrje të Shirokës dhe punimet do vijojnë me kryerjen e proceseve të tjera për ta bërë gati për asfaltim. Në total, investimi nga ura e Bunës deri në Shirok arrin në mbi 877.245 euro.